Viti 2026 do të jetë më errët për biznesin e Shkodër. Paralajmërimi vjen nga krye BSPSH Shkodër Albert Tuka. Gjatë një deklarate për mediat, Tuka shton se nuk ka investime të huaja në Shkodër, ndërsa situata për bizneset do shkojë edhe më keq. Po është e vërtet, po ju informoj edhe gjë tjetër, sepse 2026 është një vit edhe më i errët, e kam parashikuar 2025, edhe 2026 po ju informoj se është një vit edhe më i errët sepse ju po shihni, investimet huaja s'ka në Shkodër. Shkodra i përket një fshatit të madh i dal nga lufta. Pra kuptoni se biznesi do të shkojë në më keq, këtu do të jena prap, do të informojmë njëri tjetrin sepse unë ju falenderoj që aktivitetet tona i njeknin një dinamik, do t'ju informoj edhe rrallë tjera, që mas informacione që do të marrim, t'ju tregoj sepse në gjendje do të shkojnë biznesi i vogël. Duhet kuptojmë se biznesit vogël do t'i japim përparësi sepse 60% të ekonomisë shqiptare ka biznesi i vogël. Ne si japim përparësi, ne përdojmë politika diskriminuese ndaj biznesit vogël. Dhe pranoj gjendjen në këtë vend në Shkodrën tonë që ka shku në këtë formë.